Personalisht do thotë siç e kam thënë disa herë, unë e konsideroj me peshë të jashtëzakonshme pjesëmarrjen e Kosovës në këtë drejtim. Ne nuk duhet bim prej spjegimeve utopike se po relativizohet roli i OKB, sepse po të kishte qenë vetëm mos harrojmë edhe për ta përmbyllë këtë dimension. Natyrisht jemi në mjedis po jemi në mjedis ka të tillë mbase që bën merak. Bën merak për të mbrojtur OKB. Drejtën e vet ose Rusisë në ndërkombëtar se po funksionon me tutje. Po, sepse po të mos ishte, sepse po të ishte lënë edhe në dorë, edhe fati i Kosovës tani, se kthehemi pak në histori, edhe fati i Kosovës po të ishte lënë vetëm në dorë të OKB-s. Ku do të ishim sot? Ne jemi vetë ende peng. Shteti i Kosovës është ende peng ndërkombëtar i strukturës së OKB-s. Ne ende s'po mund dalim për shkak të strukturës shumë komplekse. Ne ende do të kemi ende mbi shpatull, kemi rezolutën 1244 etj. Ende kemi telashe sa i përket konsolidimit të shtetësisë plot në aspektin ndërkombëtar, për çka edhe jemi detyruar të him në një proces tjetër raskapitës të negociatave me Serbinë të menaxhuara nga Bashkimi Evropian, për shkak të këtij problemi edhe për shkak të kësaj strukture të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dhe në vend se derdhim lot krokodili se si po cenohet ajo, ne duhet ta inkurajojmë, do thotë delegitimimin e Pasë bën merak, gajdo. Që të nesërmen të ligjerojnë universitetet ndërkombëtare mbi arkitekturën e këtyra ndërkombëtare. Se si ta mbrojnë.